Një shqiptar 46 vjeçar vdes këtu në Itali dhe unë dua ta diskutoj me ju sepse është një argument për ta diskutuar. Dëgjojeni me kujdes se çfarë ndodhi dhe në fund pastaj më thoni se çfarë mendimi keni ju. Një djalë, një 46 vjeçar nga Shqipëria, nuk po themi se nga dhe si e kishte emrin, shkoi të vite në një shtëpi këtu në Itali. Nuk është hera e parë, por ka dhe herë të tjera që ka ndodhur, por unë dua thash që ta diskutoj me ju pikërisht për këtë motiv. Dhe pronari që nuk jetonte në shtëpi, ndoshta kishte vendosur telekamera dhe sensor dhe kuptoi që po vidhin. Shkoi aty dhe qelloi në ajër. Dhe të dy këta që ishin brenda dolën vrap që të iknin. Mirëpo ky 46 vjeçari ra nga 3-4 metra lartësi dhe u vra keq. I gjakosur ashtu si ishte, kërkoi që të ikte, por nuk mundi. Me ndonë se e qua në spital, nuk shpëtoi dhe vdiq, 46 vjeç. Pse? Për të vjedhur. Tani është vështirë që të gjykosh, sepse unë nuk po gjykoj, por doja që të informoj edhe ta diskutonim së bashku, sepse nuk është hera e parë, por ligjet kanë ndryshuar shumë. Bile do t'i them, ai kishte bërë dhe pasaport falso disa herë, ky zotëria, që të mos e kapni sepse kishte patur edhe probleme të tjera, pra me policin këtu në Itali. Por doja t'ju thosha që ligjet kanë ndryshuar. Nuk ka më të drejtë ai që vjedh, por ka të drejtë ai që është pronari, pra pronari i shtëpisë. Dhe ai ka të drejtë dhe të qelloj. Pra ligjet kanë ndryshuar dhe është mirë që ta dinë të gjithë. Sepse shumë, më vjen keq ta them, përsëris e një shumë nga bashkëdhëntarët, disa nga bashkëdhëntarët tanë bëjnë këtë punë. E dim të gjithë, por shumë pak flasin. Dhe është mirë që t'i njohin këto të informacione të fundit, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar, bile do të ndryshojnë akoma më keq me kalimin e kohës. Sepse përveç që mund të kenë probleme këtu, jo vetëm ata, por edhe kush i mban ata, kush i streon, sepse doli ligji, nuk e di e lexuat apo jo, por edhe në vendin e vet, sepse do i marrin, nuk do t'i mbajnë më këtu, por do t'i çojnë në burgjet e Shqipërisë. Dhe kur aty në burgjet e Shqipërisë ju e dini shumë mirë se çfarë ndodh. Dhe ligjet do të jenë shumë më të forta, kështu që më vjen shumë keq sinqerisht për këtë 46 vjeçar, se ndoshta kishte edhe fëmijë, ndoshta ishte i martuar, nuk e di për këtë. Por doja që ta diskutoja me ju çfarë mendimi keni për këto raste të tilla ose të ngjashme si kjo. Pres komentet tuaja dhe kalofshin ditë bukur.